Good morning! Me 2 mesazhe vetëm prej Jozit. Jozi na mësoi 2 gjëra dje. Mos i toleroni njerëzit dhe mos i jepni shanse të dyta. Se më pas goditja do ju vi si një shpull mas koke ose anash koke. Dhe 2, të keni frikë nga budallai. Nga budallai ju vjen e keqja dhe jo nga një njeri i zgjuar. Faleminderit shumë. Me këtu, sepse u zhvlerësua zarfi zi. Nuk mundej të futej një njeri me zarf të zi të rifutej. Rifutje, njaku është. Prandaj zarfi zi dhe meridian nuk jam kur dakord njerëzit që dalin jashtë njerë të rifuten përsëri. Duhet jetë një qatë të them unë, një rifutje duhet jetë një wow që hajde se i duhet asaj shtëpie. Si puna ime. Pëse se të gjitha pamë se që ndodhë, një pjesë e mirë shqiptarëve Shqipërisë dhe Kosovës, po ashtu ndjenë shok. Unë gjithashtu shprej në pështetën time për familjarët dhe gjesit, asjeli prindi nuk të të shkoj fëmin, nuk do të shikoj kurse si fëmin në të legjende, po s'disha thamë jo s'djali për Zotin. Kjo ishe shejtonin, ma shejton që t'ka hyjnë e herë, vla gjitha mu të Big Brother, sinqerisht. Jam shoku, po mbi të gjitha, jam shoku dhe më reagimin në Rëzanës, vla me mos reagimin në Rëzanës që patu e skena dhe ne jeti aty si statuj, mos ne e tha, o prit, do të reagojmë, tha, o jo s'qe të tha. S'ti që atë thamë për Zotin, s'jam pa laf. Përshëndetje të gjithë, mirë mama, ju përshëndes, edhe shpresoj që jeni mirë krejt. Sonde një video pak më ndryshe, ma kanë qu disa njerëz një video të ati të Biri Qkinc, ati i ftyr Shkavelli, që s'ka met halja kush me pa me atë shi fare e fes qako, po i vjen kohë dhe atina. Kështu që unë gjestin e kam temin, gjesti është ka unë e jame, unë e përkroj dhe në fund, edhe s'do me thonë që nuk postoj që nuk e përkroj, po kështu që ati i vjen rasti, se dhe i ka në ashtë anej motër, ka në i grue, ka në i motra në i sanë, ka me pas në i sanë, po edhe i ka me shti komën e në Kosovë, është të nej. Kështu që përshëndes edhe njëherë dhe ki bu shumë gabim. Natën e mirë. Shiko, Shqipëria është një vend paradoksal. Kjo është e vërtet ajo në vetme që kemi. Ne mund të mbrojmë dikë, por kur diçka, sepse gjithmonë jemi me dopjo standard kur vjen puna tek diçka e ngjashme, por me njerëz të ndryshëm. Kështu që e kam me ju që komentoni me morale të tepër ta thua se jeta juaj është kaq e dëlirë dhe e mëndafsht. Njerëz të dashur, në momentin që ndodh dhunë. E njëjtë që dhe shpulla goditse në fytyrën time me vezë, dhe veza në kokën e Olës, e njëjtë që edhe shtyrja që Xhibani bëri gjestit, njëjtë edhe ajo shpullë që Jozi i dha gjestit. Absolutisht jam kundër dhunës, por duhet me domosdo ta gjykoni njëjtë në çdo situatë. Kështu që ju lutem, mbani mirë gjuhën dhe si që po thoja, mbajeni mirë gjuhën, mësoni të lëpini, pastaj zgjidhni se cilën byth do lëpini, se jeni gjithë byth lëpirë sa jeni të vobek, jeni të neveritshëm, kjo është diçka shumë e rëndësishme për t'u thënë dhe ja vlem për t'u thënë, por unë dua të shtoj edhe këtë, para se të pyesni dhe ta ludoni, foton dhe videon që postova, mund t'ju ripostoj për qefin tuaj, t'i bëni screenshot sa të doni apo shpërndarje sa të doni këtu në story, por më vjen shumë keq, jam too glam to give a fucking damn, nuk më shkon me feedin ajo foto. E kam fytyrën shumë të bukur dhe postet shumë të bukur, am vjen keq, nuk e mbaja dot për qefin tuaj. Dërgoj puthje. Bye. Dhe kam një pyetje tjetër, ku ishit ju palo artista dhe ju moralista dhe ju njerëz të mirë të popullit, ju zëri popullit, ku ishit ju kur zëri im ndoshta nuk dëgjoj aq fuqishëm kur bërtiste jam dhunuar. Ku ishit ju ma? Ku ishit ju? Ku ishit ju më që sot dilni edhe mbroni edhe nxirrni shpatën? Keni hallën ndonjë kafshate shikimesh apo vizualiteti?
Këtë hall keni, doni të bëni shitjet e juaja në kurriz të tjetrit, po dilni hapur dhe thoni dua ta përdor këtë djalin. Mos bëni poste dhe komente absurde apo mesazhe kërcënuese tek njerëzit. Dilni hapur, nxirrni ato storyt e juaja të vobekta dhe thoni qartazi, unë dua të kem shikime më shumë profilin tim, prandaj po loboj sikur e mbroj këtë djalin. Dhe nëse ky djali bën diçka që unë nuk jam dakord apo ky djali përdor dhunë, unë prap do ta mbroj